Në lajme do të ndihni si do të ndikon të zhvlerësimi i lekut në borxhin publik. Kriteret të reja për produktet me ndikim në energji, drafti publikohet në pletorin e konsultimeve publike. Indeksi i inovacionit Shqipëria rënditet e 67 në botë. Publikohet raporti. Ka nisur ditën e sotme viti i ri akademik, Ministri Akumbaro theksoi se do të rishikohet ligji për arsimin e lartë. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se erdhët në këtë edicion informativ për t'u njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Një fuqizim i mundshëm i euros kundrejt lekut do të sillte shtrenjtim të borxhit publik shtetëror dhe ndikim në trajektoren rëndëse të tij. Në strategjinë e menaxhimit të borxhit 2025-2029, qeveria parashikon skenarët e mundshëm. Mbi çmimi i lekut kundrejt euros që për janarit të vitit 2024 dhe në vijim ka sjellë përfitime sa i takon borxhit publik të qeverisë, duke e bërë atë më të lirë dhe me trajektore rënëse. Por çfarë do të ndodhte nëse kursi i këmbimit do të ndryshonte dhe monedat e huaja do të forcoheshin kundrejt monedës kombëtare? Në strategjinë e fatmesme të menaxhimit të borxhit publik 2025-2029 është bërë një analizë sa i takon ndjeshmërisë së treguesve kryesor të borxhit ndaj ndryshimeve të treguesve të tregut. Për sa i përket kursit të këmbimit, nënçimi i mundshëm i monedës vendase për te i pritshmërive kundrejt monedës euro ose monedave të tjera që përbëjnë portofolin e borxhit të huaj, thuhet se do të kishte ndikim mbi trajektoren e nivelit të borxhit, duke ngadalësuar ritmet e uljes së planifikuar. Përveç sa më sipër nënçimi i monedës vendase, do të kishte ndikim edhe mbi koston e borxhit. Në skenarin e parë, në kursin e këmbimit është aplikuar një goditje prej 15% në vitin 2026, në kursin euro-lek dhe dollar-lek, dhe në skenarin e dytë është aplikuar goditje prej 30% në vitin 2028, në kursin euro-lek dhe dollar-lek. Nga analiza e ndjeshmërisë rezulton se një rritje e njëkohshme e normave të interesit në tregun vendas dhe të huaj mund të rrisë raportin e interesave ndaj prodhimit të brendshëm bruto me 0.01% në skenarin e parë dhe 0.3% në skenarin e dytë. Ndërkohë që një nënçim i monedës vendase me 30% në skenarin ekstrem do të rriste nivelin e borxhit ndaj PBB-s në fund të periudhës së strategjisë me 5.8% dhe raportin e interesave ndaj prodhimit të brendshëm bruto me 0.21%. Konkretisht, nëse me kursin aktual borxhi publik parashikohet të arrijë në 46.1%, në vitin 2029 me skenarin prej 15%, ky objektiv shkon në 49.6% në vitin 2029. Ndërsa në skenarin 30%, borxhi publik parashikohet që të jetë në 51.9% në vitin 2029. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nxjerrë për konsultim në një projekt ligj që synon të rrisë qëndrueshmërinë mjedisore të produkteve energjetike dhe të ulë gjurmën e karbonit përgjatë ciklit të jetës. Sipas dokumentit, çdo produkt me ndikim në energji duhet të përmbush kërkesat e projektimit ekologjik, të kenë markimin me shenjën CE si edhe deklaratën e konformitetit. Çdo produkt me ndikim në energji duhet të përmbush kërkesat e projektimit ekologjik, të ketë markimin me shenjën CE, si dhe deklaratën e konformitetit. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nxjerrë për konsultim publik projekt ligjin, i cili synon të rrisë qëndrueshmërinë mjedisore të produkteve, të ulë gjurmën e karbonit përgjatë gjithë ciklit të jetës dhe të garantojë lëvizjen e lirë të tyre në tregun e brendshëm. Detyrimet për prodhuesit, importuesit dhe shpërndarësit do zbatohen për çdo produkt që gjatë përdorimit ka ndikim të drejtë ose të tërthort në konsumin e energjisë, ndërsa mjetet motorike apo thëndryshe automjetet përjashtohen. Kërkesat për projektimin ekologjik synojnë uljen e konsumit të energjisë dhe emetimeve të gazeve serë përgjatë gjithë ciklit të jetës së produktit, teksa vendosja e standardeve mjedisore inkurajon prodhuesit të zhvillojnë teknologji më eficiente dhe më të qëndrueshme. Sipas relacionit shoqërues, aktualisht në Shqipëri mungon një mekanizëm i integruar që detyron produktet me ndikim në energji të përmbushin kritere mjedisore para hedhjes në treg, ndërsa përdoruesit nuk kanë pasur akses të plot dhe të strukturuar në informacionin mbi ndikimin mjedisor të tyre. Zbatimi i këtij ligji pritet të sjellë ulje të konsumit të energjisë në sektorin rezidencial dhe industrial, reduktim të ndjeshëm të ndotjes dhe emetimeve të gazeve serë, duke kontribuar në objektivat klimatik të vendit, si dhe lehtësim të tregtisë ndërkombëtare e rritje të konkurrencës.
Me një ofertë prej 385 milion lek, autoriteti rrugor shqiptar ka shpallur kompanin fituese për ndërtimin e rrugëve lidhëse të tunelit të Llogaras. Zbatimi i këtij projekti synon të trajtojë problemet e trafikut, sidomos gjatë sezonit veror. Me një ofertë për rreth 385 milion lek, kompania Gjoka Konstruksion është shpallur fituese për ndërtimin e rrugëve lidhëse të tunelit të Llogaras, një ndërhyrje që prek rrugën pas daljes nga tuneli. Projekti përbëhet nga 3 komponent. I pari përfshin aksin tunel Palas, një segment rrugor që do plotësoj kërkesat e kategorisë C2, rrugë ndërurbane dytësore. Ndërkohë, duke qenë se rruga ekzistuese ka një pjerësi të konsiderueshme, rehabilitimi i saj është propozuar të përbëhet nga segmente me gjerësi dhe karakteristika të ndryshme, me synim rritjen e nivelit të shërbimit të rrugës së rehabilituar. Komponenti i dytë i projektit është ndërtimi i një aksi të ri, që do lidh rrugën e vjetër me rrugën e re Palas-Dërmi. Edhe ky segment do jetë i kategorisë C2, por do sigurojë dhe lëvizjen e këmbësorëve dhe ciklistëve të zonës, pa cënuar sigurinë rrugore. 2 segmentet e mësipërm do lidhen mes tyre nëpërmjet një rrethrotullimi që përbën dhe komponentin e tretë të projektit. Zbatimi i këtij projekti synon të trajtojë problemet e trafikut, sidomos gjatë sezonit veror. Sipas dokumenteve të tenderit, gjatë stinës së verës përgjatë gjatësisë së saj, ndeshen kolona të trafikut automobilistik si pasojë e fluksit të madh të turistëve në këtë zonë, ndërsa gjatë stinës së dimrit, kushtet teknike përkeqësohen, duke rritur rrezikun e incidenteve që mund të ndodhin. Industria e riciklimit në Shqipëri përballet me një sër sfidash që e bëjnë të vështirë konkurrencën në tregun evropian. Ndërto, më të theksuarat janë kostot e larta të gazit, si edhe mungesa e ndarjes së mbetjeve në burim. Sektori i riciklimit në Shqipëri mbetet një nga sektorët që has vështirësi në përmbushjen e standardeve të Bashkimit Evropian. Në një intervistë për Skan Televizion, një ndër operatorët me përvojë në fushën e riciklimit, Bardyl Balteza, u shpreh se problemi kryesor mbetet mënyra e menaxhimit të mbetjeve në burim. Para punës njërë në Shqipëri ka një të keqe të madhe. Nuk është industria e riciklimit ajo që duhet riparuar. Mbetjet urbane nuk ndahen sipas llojit. Megjithë që ligji është që 95-ën, që të gjithë mbetjet urbane duhet ndahen në lloje, letër, plastik, por këtu kjo mungon. Ky është problemi kryesor, që bashkitë, pushteti lokal duhet të bëjnë ndarjen në burim të mbetjeve urbane. Ndërkohë, një tjetër pengesë që i bën operatorët shqiptar më pak konkurrues në tregun ndërkombëtar është kostoja e lartë e riciklimit. Këtu ka vetëm një problem kryesor. Ne kemi eksportuar në Itali, kemi eksportuar në Greqi, në Kosovë, në Ballkan, para 3-4 vitesh, 5 vite kemi eksportuar dhe në Amerikë karton. Por problemi është një. Kostot e riciklimit në Shqipëri janë shumë të larta në krahasim me kostot e riciklimit të komunitetit evropian. Në përgjithësi, komuniteti evropian si lëndë ngrofse punohet o me gas natyral ose me gas natyral LPG të lëngët. Por këtu ndryshon, këtu ka një ndryshim shumë të madh. Nëse gazi natyral ose LPG-ja në komunitetin evropian kushton 450-500 euro toni maksimumin, ne paguajmë 800-900 euro toni. Sipas tij, impjantet shqiptare të riciklimit mund të përmbushin standardet e BE-s, por një ndër problematikat është digitalizimi i tyre. Indeksi global i inovacionit 2025 i publikuar nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale pozicionon Shqipërinë në vend të 67 mes 140 vendeve në total. Sipas raportit, Shqipëria përmendet krahas ekonomive që kanë demonstruar progres të ndjeshëm në fushën e inovacionit, veçanërisht në zhvillimin digjital dhe modernizimin ekonomik. Indeksi global i inovacionit për vitin 2025 tashmon edicionin e tij të 18 me atë performancën e inovacionit në rreth 140 ekonomi dhe zbulon 100 grupimet kryesore të inovacionit në botë. Ai ndjek tendencat globale përmes modeleve të investimeve për parimit teknologjik, normave të adoptimit dhe ndikimeve socioekonomike. Ky indeks i publikuar nga Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale pozicionon Shqipërinë në vend të 67 mes 140 vendeve në total, duke grumbulluar kështu 29.6 pikë. Krahasuar me edicionin e vitit 2024, vendi ynë rezulton të jetë përmirësuar ndjeshëm.
Sipas raportit, Shqipëria përmendet krahas ekonomive si Maroku, Vietnami dhe Turqia që kanë demonstruar progres të ndjeshëm në fushën e inovacionit, veçanërisht në zhvillimin digjital dhe modernizimin ekonomik. Gjithashtu përfshirja e saj ndër ekonomitë europiane që kanë fituar terren në rënditje thekson se vendi ynë po konsolidon pozitën e vet si një ekonomi në rritje me potencial inovativ në rajon. I parashikuar për të matur një pamje sa më të plot inovacionit, indeksi përfshin shumë tregues ku mes tyre masat për mjedisin politik, arsimin, infrastrukturën dhe krimin e njohurive të reja. Shtyllat kryesore mbi të cilat ngrihet ky indeks janë institucionet, kapitali njerëzor dhe kërkimor, infrastruktura, sofistikimet e tregut dhe biznesi si dhe njohuritë e teknologjisë dhe kreativiteti. Në indeksin global të vitit 2025, Shqipëria paraqet një profil të përzier. Vendi ynë qëndron mirë në institucione dhe infrastrukturë, veçanërisht në teknologjinë e informacionit dhe shërbime digjitale, çka tregon një bazë të qëndrueshme për zhvillim. Megjithatë, dobësitë e mëdha në kapitalin njerëzor dhe kërkimin shkencor mbeten pengesa kryesore me investime minimale në arsim dhe mungesë të theksuar të kërkuesve shkencor. Po ashtu bizneset shqiptare tregojnë pak lidhje me universitetet dhe kontribuojnë shumë pak në inovacionin teknologjik. Në treg ka potencial, por mungon kapitali dhe mbështetje për startupet. Shqipëria shfaq shenja pozitive në fushën krijuese dhe asetet jo materiale, por ende nuk ka arritur të shndrojë ato në avantazh ekonomik të qëndrueshëm. Sipas raportit, vendi ynë ka strukturën institucionale dhe inovacion, por i mungon motori, dija, kërkimi dhe lidhjet efektive mes arsimit, biznesit dhe teknologjisë. Krahasuar me vendet e rajonit, Shqipëria rënditet e parafundit. Organizata botërore e pronësisë intelektuale në indeksin global të inovacionit rëndit Serbi në vend të parë në rajon si ekonomia më inovative, duke pozicionuar në vend të 54, ndërsa e fundit në rajon rënditet Bosnjë-Hercegovina në vend të 92. Nëse do të flisnim në rang botëror, rënditjen e kryeson Zvicra, ndjekur nga Suedia dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vend të tretë. Rreth 20.000 maturantu janë drejtuar këtë të hënë auditorëve të fakulteteve nga Universiteti i Shkodrës Luiz Gurakuqi. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro tha ndër të tjera se ka ardhur koha për ta rishikuar ligjin e arsimit të lartë për t'u përgjigjur sfidave të kohës. Nisi këtë të hënë viti i ri akademik 2025-2026 në të gjitha institucionet e arsimit të lartë në vend, me 19.671 maturant të regjistruar deri më tani. Universiteti i Tiranës mbetet zgjedhja e parë e maturantëve, ku priten mbi 11.000 student në të trija ciklet e studimit, ose rreth 60% e numrit total. Më të preferuarat edhe këtë vit janë pardegët që lidhen me fushën e shëndetit, IT dhe inxhinierit në përgjithësi, të ndjekura nga programet ekonomi-financë, ndërkohë kuotat në degët e mjekësisë, stomatologjisë, farmacisë dhe arkitekturës janë plotësuar 100%, gjithashtu edhe degët e IT-s. Kuotat gjithashtu janë plotësuar edhe tek 2 akademitë e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Rendit, gjë që tregon interesin e lartë të rinjve për të ndjekur këto degë. Risi e këtij viti janë edhe programet e reja studimore me diplomë të 2 fisht, që u jep mundësi studentëve të kenë një bashkëpunim mbarkombëtar. Regjistrimet në universitetet publike janë 75%, ndërsa në ato private 25%. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ishte në Universitetin Luiz Gurakuqi në Shkodër, ku u ndal tek politikat e arsimit të lartë me fokus zonën europiane të arsimit dhe kërkimit shkencor, por edhe dyfishimin e investimeve në infrastrukturë dhe mbështetjen e programeve të doktoraturës. Sot universitetet tona kanë një sfidë dhe një mundësi të madhe. Profilizimin. Kjo nuk do të thotë vetëm të forcojmë programet ekzistuese, por të krijojmë programe të reja studimi, forma më fleksibël dhe kombinime që i përgjigjen më mirë kohës dhe tregut punë. Ka ardhur koha për të rishikuar ligjin e arsimit lartë. Një përvojë 10 vjeçare tashmë e studentëve, e pedagogëve, e institucioneve të arsimit lartë, e botës akademike, por edhe e politikbërjes na përball me të tjera nevoja për ndryshime për t'u përgjigjur sfidave të kësaj kohe që po jetojmë. Standardet e cilësisë do të sigurohen në përputhje me zonën europiane të arsimit dhe të kërkimit shkencor, duke bërë që diplomat tuaja të vlerësohen globalisht dhe ju të keni më shumë mundësi për mobilitet akademik dhe për... Procesi i regjistrimit do të vijojë deri më 8 tetor, ku përfundon raundi i dytë. Pas kësaj date do të ketë edhe një javë tjetër regjistrimesh nga data 13 deri më 24 tetor, që konsiderohet raundi i lirë, ku maturantët që kanë mbetur pa një deg mund të regjistrohen te ato fakultete që kanë kuota të lira.
Për gjatë viteve, bankat dhe auditoret janë përpjekur që të rrisin përfshirjen financiare të studentëve. Kredit studentore, llogarit dhe kartat bankare pa komisione janë vetëm disa nga instrumentet financiare përmes të cilave është rritur mbështetja për të rinjt. Nga kredit e llogarit studentore, bankat tregtare në bashkëpunim me universitetet janë përpjekur gjatë viteve që të rrisin mbështetjen e tyre ndaj studentëve, duke ofruar produkte financiare të dedikuara vetëm për ta. Një nga risitë e vitit të kaluar ishte lidhja e kartës së studentit me kartën bankare. Pas aplikimit për kartë në zyrat e fakultetit ose pranë Bashkisë Tiranë, nga marrëveshja e bashkëpunimit që universiteti ka lidhur me një bank, studentët fitonin akses në një sër shërbimesh. Pra në një kartë vetme, studenti mund të blejë produkte dhe të marrë shërbime me çmime më të reduktuara, por gjithashtu të kryejë pagesa nga llogaria e tij bankare që nuk mban asnjë komision. Gjithashtu, universitetet hapin një llogari në bank për studentët që përfitojnë nga bursat e ekselencës, ndihmë ekonomike apo mbështetje të tjera nga shteti, me qëllim derdhjen aty të fondeve. Këto llogari nuk ka nevojë për tarifë mirëmbajtje dhe hapja shoqërohet pa asnjë kosto për studentët. Nga ana tjetër, kredia studentore është një tjetër instrument financiar që synon të mbështesë të rinjt për të përballuar shpenzimet e studimeve dhe të jetesës. Përmes kësaj skeme, studentët kanë mundësinë të përfitojnë një shumë të caktuar financiare, e cila përdoret për pagesën e tarifës së universitetit dhe për mbulimin e kostove të tjera të lidhura me studimet. Kredia studentore është marrëveshje bashkëpunimi me disa prej universiteteve më të mëdha në vend, me anë të së cilës mundësohet kredia me 0% interes. Studenti paguan plotësisht studimet e tij me koste dhe interesi dhe komisioni i kredisë paguhen nga universiteti. Aplikimi mund të bëhet nga e-Albania brenda 30 ditëve nga fillimi i vitit akademik, duke filluar nga data 6 tetor 2025 deri më datë 5 nëntor 2025. Përfitimi i kredisë studentore ndihmon në rritjen e aksesit në arsimin e lartë dhe ofron mbështetje të qëndrueshme financiare për të rinjt që dëshirojnë të ndjekin studimet universitare, pavarësisht gjendjes së tyre ekonomike. Bankat kanë investuar edhe në bankingu digital, ku studentët mund të marrin shërbime të dedikuara në aplikacionet e tyre. Përveç këtyre, institucionet financiare ofrojnë gjithashtu edhe mundësi që studentët të zhvillojnë praktika pranë ambienteve të tyre. Kështu, të rinjt kultivojnë një kulturë financiare që në auditore pa u bërë akoma pjesë e tregut të punës. A janë të gjitha këto të mjaftueshme? Studentët janë një hallkë e rëndësishme e shoqërisë dhe në një vend si Shqipëria që pritet të bëhet së shpejti pjesë e Bashkimit Evropian, studentit shqiptar duhet i ofrohet të njëjta mbështetje siç i ofrohet një studenti evropian. Institucionet e arsimit të lartë dhe sektori bankar duhet të thellojnë më tepër bashkëpunimin e tyre me qëllim që të ofrojnë produkte financiare më të larmishme për studentë. Sipas pedagoges Besarta Tafa, nevojitet dhe një ndërgjegjësim financiar i studentëve për produktet që janë aktualisht në treg. Aksesi i studentëve në financë mbetet i kufizuar. Pavarësisht se bankat tregtare ofrojnë disa produkte financiare posaçërisht për ta, ndërgjegjësimi mbi ekzistencën e këtyre produkteve është i ulët. Kështu është shprehur pedagogja Besarta Tafa në një intervistë për televizionin Skan, e cila u shpreh se institucionet e arsimit të lartë kanë luajtur rol të rëndësishëm në ndërgjegjësimin e studentëve për ekzistencën e disa produkteve, si për shembull kredi studentore, si dhe përfitimeve që kjo kredi ofron. Mund të themi që studentët në Shqipëri kanë një akses të kufizuar në financë. Disa prej tyre mund të kenë një llogari bankare, mund të përdorin një kartë debiti ose një aplikacion bankar, por aksesi i tyre në produkte financiare të mirëfillta, të dizenjuara për moshën e tyre, është i kufizuar. Duke qenë se shumica e tyre mbështeten ekonomikisht nga familja, ata nuk kanë një akses shumë të madh në tregun financiar me produktet që ai ofron. Megjithatë, sipas saj, bashkëpunimi midis bankave dhe universiteteve duhet të thellohet akoma më tej, me qëllim që të ofrohen produkte financiare më të larmishme për studentët, të shoqëruara gjithashtu me një fushat ndërgjegjësimi. Së pari është shumë e nevojshme një bashkëpunim i thelluar midis universiteteve dhe sistemit bankar, në mënyrë që t'i ofrohen studentëve produkte financiare ose paketa produktesh financiare të dizenjuara posaçërisht për moshën e tyre dhe për nevojat e tyre. Por nga ana tjetër, kjo duhet të mbështetet edhe nga një infrastrukturë e arsimit financiar të thelluar,
që do t'i mundsoj studentëve që të kenë njohuri për termat bazë financiar dhe më pas për mënyrën se si të aksesojnë tregun financiar me të gjitha produktet dhe përfitimet që ai ofron. Përfshirja financiare e studentëve është shumë e rëndësishme me qëllim që ata të kenë qasje dhe të përdorin produkte apo shërbime financiare të përballueshme që plotësojnë nevojat e tyre. Zëvendës kryeministre, njëherësh ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku mori pjesë në prezantimin e strukturës së re dhe 4 nënkryetarëve të rinj të Bashkisë Fier. Sipas saj, tashmë qytetarët do të jenë më afër administratës lokale. Tashmë Bashkia e Fierit ka një strukturë të re si dhe 4 nënkryetar të rinj. Në prezantimin e tyre ishte e pranishme zëvendës kryeministrja, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, e cila u shpreh se qytetarët do të jenë më afër administratës lokale. Duhet thënë që Fieri ka ndryshuar 4-cifrisht dhe është normale që ti sa më shumë punon, sa më shumë ngre, aq më shumë rritet kërkesa e qytetarëve. Për këtë arsye, duhet një riorganizim i thellë dhe një ndarje e mirë e detyrave, digitalizimi i proceseve të Bashkisë së Fierit dhe mbi të gjitha transparencë për qytetarët, diçka që kërkohet kudo sot në administratën publike dhe lokale. Besoj që me grupin e nënkryetarëve, për Armandon puna do të jetë më e thjeshtë, territoret do të jenë më të mbuluara dhe qytetarët do të jenë më afër administratës lokale. Procesi i riorganizimit të disa bashkive të vendit nisi në muajin korrik të këtij viti dhe tashmë është finalizuar. Drejtoria e përgjithshme taksave dhe tarifave vendore bën me dije se tashmë njoftimet dhe kërkesat për pagesë që u drejtohen debitorëve nuk do të dërgohen më vetëm përmes postës, por edhe elektronikisht përmes portalit qeveritar i Albania. Ky proces synon të rrisë transparencën, të lehtësojë aksesin në informacion dhe të kursej kohë për individët dhe bizneset. Drejtoria e përgjithshme e taksave dhe tarifave vendore bën me dije se tashmë njoftimet dhe kërkesat për pagesë që u drejtohen debitorëve nuk do të dërgohen më vetëm përmes postës fizike, por janë bërë të aksesueshme edhe në mënyrë elektronike përmes portalit i Albania. Sipas njoftimit zyrtar, ky proces synon të rrisëndjeshëm transparencën, të lehtësojë aksesin në informacion dhe të kursejë kohë për individët dhe bizneset, me qëllim që çdo debitor të informohet sa më shpejt për detyrimet e tij. Njoftimi gjendet në rubrikën Dokumentet e mia në e-Albania, si nga profili i biznesit, ashtu dhe nga profili i individit për pronarët e njësive tregtare. Shërbimi elektronik, taksat dhe tarifat vendore e Bashkia e Tiranë mundësohen për bizneset dhe qytetarët, të cilët zotërojnë pasuri ose ushtrojnë aktivitet ekonomik në territorin e Bashkisë së Tiranës, që të kenë qasje të drejt për drejt dhe në kohë reale për vlerën e përditësuar të detyrimeve të tyre vendore, duke përfshirë penalitetet përkatëse në rast të mos pagesës në kohë të këtyre detyrimeve. Ky shërbim ofron informim të menjëhershëm mbi detyrimet vendore dhe konsultime në situatës së përgjithshme debitore ndaj Bashkisë Tiranë për çdo subjekt. Kjo nis më shpejt se përpjekjeve për modernizimin e administratës publike, duke garantuar efikasitet dhe informim në kohë reale, gjithashtu dhe ndërveprim të drejt për drejt. Shqipëria rënditet në vendin e 86 nga 197 vende për vizita dentare me një mesatare prej 2.03 vizitash në vit për banor. Vitet e fundit është rritur numri i pacientëve të huaj që zgjedhin vendin për shërbime dentare kryesisht për shkak të kostove më të ulta. Revista CEO World ka publikuar statistikat e shëndetit për vitin 2024, ku zbulon kontraste të habitshme për vizitat e qytetarëve tek dentisti në mbar botën. Këto renditje bazuar në konsultat mesatare vjetore dentare me pjesëmarrjen fizike për banor, tregojnë ndërveprimin e thellë midis prosperitetit kombëtar, qëndrimeve kulturore dhe aksesit në kujdesin parandalues. Kontrollet dentare mund të duken rutinë, por ato janë një barometër i fuqishëm i cilësisë së infrastrukturës, të ardhurave të disponueshme dhe ndërgjegjësimit për stilin e jetës. Sipas të dhënave, rezulton se në Shqipëri vizitat tek dentisti janë mesatarisht 2.03 herë në vit, duke u renditur në vendin e 86 nga 197 vende të marra në shqyrtim. Gjithashtu edhe vitet e fundit për shkak të kostove të lira është vënë re një shtim nga numri i personave që vijnë nga jashtë shtetit për të kryer shërbime dentare. Nga statistikat e vitit 2025 rezulton se udhimet për arsye shëndetësore janë rritur gjatë muajve të verës, ku një ndër arsyet mund të jenë edhe vizitat dentare. Për 8 muajt e parë të vitit janë regjistruar 293 vizita nga të huajt për arsye shëndetësore,
ku lëvizjet për arsye dentare mund të jenë shumë të pranishme. Malizi qëndron më lart në klasifikim në rajon, me 2.17 vizita në vit. Serbia renditet në vendin e 78 me mesatarisht 2.12 vizita në vit. Ndërkohë Bosnia-Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut paraqiten statistikisht më poshtë se vendet e tjera, me mesatarisht 2.02 dhe 1.96 vizitat e dentistit në vit. Në samitin e disiplinës globale të stomatologjisë qëndrojnë Monaco me 3.4 vizita në vit, Liechtensteini me 3.39 vizita në vit dhe Norvegjia me 3.38 vizita në vit. Këto mikroshtete dhe vende nordike përzihen modelet universale të kujdesit shëndetësor me popullata me të ardhurat të larta, duke e bërë stomatologjin parandaluese një normë kulturore dhe jo një detyrë mjekësore. Zvicra dhe Luksemburgu plotësojnë 5 vendet e para, duke vazhduar dominimin e Europës perëndimore. Formula e tyre e përbashkët me një PBB të lartë për frym, partneritete shëndetësore publike private dhe një premium social për mirëqenie krijon një cikël të vërtetshëm kujdesi. Në Amerikën Latine dhe Afrikën subsahariane vizitat e dentistit mbeten të rralla, me mesatare vjetore shpesh në 0.5 për person. Sfida nuk qëndron te ndërgjegjësimi, por te infrastruktura, përballueshmëria dhe mungesa e fuqisë punëtore. Qeveria greke do të krijojë një skemë përjashtimi tatimor për pronarët e pasurive të paluajtshme. Ata nuk do të paguajnë taksa mbi të ardhurat që përfitojnë nga qiramarrësit për 3 vjet. Ministria greke e financave po rishikon përjashtimin nga tatimi për pronarët e pasurive të paluajtshme me qëllim që të rrisë disponueshmërinë e banesave në treg dhe të mbështesë familjet me 3 ose më shumë fëmijë. Përjashtimi nga tatimi mbi të ardhurat për qyrat për një periudhë 3 vjeçare tashmë do të zgjerohet, duke përfshirë edhe banesat më të mëdha. Gjithashtu do të përfitojnë kategori të caktuara të punonjësve në sektorin publik, si mësuesit, qimikët dhe ushtarakët. Ministria e Ekonomisë Kombëtare dhe Financave ka vendosur 3 ndryshime kryesore në legjislacionin përkatës me qëllim përmirësimin e këtij përjashtimi 3 vjeçar nga tatimi. Së pari, kufiri për 120 metra shkatror për banesat që përfitojnë nga kjo skemë do të rritet në rastet kur prona jepet me qurafa gjatë për një familje me 3 fëmijë ose më të madhe. Kjo do të thosë një pronari një banese për 140 metra shkatror nëse jep me qura për një familje me shumë fëmijë nuk do të paguaj taksë mbi të ardhurat që merr për 3 vite. Gjithashtu u jepet një shans i dytë pronarëve që të mos humbasin të drejtën për përjashtim nga tatimi nëse qyramarrësi largohet përpara përfundimit të periudhës 3 vjeçare. Konkretisht, nëse qyramarrësi largohet më herët, pronari do të ketë në dispozicion një afat 3 mujor për të gjetur një klient të ri, pa e humbur të drejtën për përjashtim tatimor. Së treti, do të krijohet një mundësi e re për qyra afat shkurtra, kryesisht për mësuesit dhe punonjësit e tjerë shtetëror. Një pronar që jep me qyra një pronë për një periudhë për 6 muash një mësuesi nuk do të humbas të drejtën për përjashtim nga tatimi. Paralelisht me këto masa, në jabët në vijim do të paraqitet në parlament një projekt ligji mbi trashëgimit me synimin për të krijuar një listë re pronash që mund të vijë në funksion të plotësimit të nevojave për strehim. Lista e masave do të plotësohet edhe me një program të ri subvencionimi për rinovimin dhe përmirësimin energjetik të pasurive të paluajtshme. Ky program do të përfshijë jo vetëm pronat që do të përdoren për banim personal, por edhe ato që do të jepen me qyra. Kroacia po investon 70 milion euro për të forcuar industrinë agro-ushqimore dhe përpunimin e produkteve bujqësore. Ky projekt synon të mbështesë fermerët dhe të zhvillojë zonat rurale përmes përdorimit të teknologjive moderne. Kroacia ka hapur një tender me vlerë 70 milion euro për projekte që lidhen me përpunimin e produkteve bujqësore, duke synuar forcimin e industrisë ushqimore vendase dhe mbështetjen e zonave rurale. Nga shuma totale, 40 milion euro janë parashikuar për investime në përpunimin e mishit, vezëve dhe qumshtit, ndërsa 30 milion euro janë planifikuar për projekte që lidhen me përpunimin e frutave, duke përfshirë ullinj dhe varietetet e rrushit, si dhe perimet, thuhet në njoftimin të publikuar nga Ministria e Bujqësisë. Ky fond vjen në një kohë kur Kroacia po përpiqet të rrisë vetë prodhimin në sektorin agro-ushqimor, sidomos pas krizave të zinxhirit të furnizimit që dolën në pa gjatë pandemisë dhe luftës në Ukrainë. Besojmë se mbështetja që ofrohet përmes kësaj ndërhyrje do të mundsojë krijimin e vlerës së shtuar në bujqësi si për prodhuesit primar, ashtu edhe për ata që merren vetëm me përpunimin e produkteve, njoftuan burime zyrtare.
Përpunimi lokal i produkteve bujqësore shihet si një hap kyç për zhvillimin ekonomik të zonave rurale dhe rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve kroate në tregjet ndërkombëtare. Thirrja për tender është shpallur nga Agjencia Shtetërore për Pagesat në Bujqësi, Peshkim dhe Zhvillim Rural, e cila në bashkëpunim me Ministrinë zbaton masat e mbështetjes për fermerët, të financuar nga buxheti i shtetit dhe Bashkimi Evropian. Aplikimet për këtë thirrje mund të dorëzohen deri më 20 nëntor. Programi gjithashtu synon të nxjisë përdorimin e teknologjive moderne në përpunim dhe paketim, duke reduktuar mbetet dhe shtuar cilësinë e produkteve për konsumatorët vendas dhe të huaj. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Kryeministri i ri i Francës dha dorëheqjen vetëm 14 orë pas emërimit të kabinetit të tij qeveritar. Vendimi i papritur thellon më tej krizën politike në vend, duke hapur rrugën për zgjedhje të parakohshme. Kryeministri i ri i Francës Sébastien Lecornu ka dhënë dorëheqjen vetëm 14 orë pas emërimit të kabinetit të ri. Dorëheqja shpejt ishte e papritur dhe e paprecedent, duke thelluar më tej krizën politike në Francë. Partia e ekstremit të djathtë Tubimi Kombëtar menjëherë bëri thirrje presidentit Emmanuel Macron që të shpallë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Pas disa javësh konsultime me partitë politike, Lecornu, një aleat i ngushtë i Macron, emëroi ministrat e tij të dielën dhe ata do të mbanin mbledhjen e parë të kabinetit të hënën pasdite. Por përbërja e re e kabinetit zemëroi si kundërshtarët ashtu edhe aleatët, të cilët e konsideruan atë ose shumë të djathtë ose jo mjaftueshëm të tillë, duke ngritur dyshime mbi kohëzgjatjen e qeverisë. Kjo vjen në një kohë kur Franca është thellësisht e përfshirë në një krizë politike, pas një grup që të ketë shumicën në parlament. Lecornu i dorëzoi dorëheqjen e tij presidentit të hënën në mëngjes. Politika franceze është bërë gjithnjë e më e paqëndrueshme që nga rizgjedhja e Macron në vitin 2022 për shkak të mungesës së një partie ose grupimi me shumicë parlamentare. Vendimi i liderit francez për të thirrur zgjedhje të parakohshme parlamentare vitin e kaluar thelloi krizën, duke fragmentuar më tej parlamentin. Lecornu, i cili u emërua vetëm muajin e kaluar, ishte kryeministri i pestë i Macron në 2 vjet. Nuk mund të ketë kthim në stabilitet pas zgjedhjeve të reja dhe pa shpërndarjen e Asamblesë Kombëtare, than burime zyrtare të Partisë Tubimi Kombëtar. Presidentja e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde kërkon rregulla më të rrepta për institucionet financiare jo bankare të njohura si bankat hije. Ajo paralajmëron se në mungesë të mbikëqyrjes së nevojshme, Evropa mund të përballet me krizë të ngjashme me ato të vitit 2008. Evropa duhet të forcojë rregulloret e institucioneve financiare jo bankare për të krijuar kushte të barabarta me huadhënësit tradicional dhe për të kontrolluar rreziqet në një sektor që është rritur ndjeshëm gjatë dekadave të fundit, deklaroi presidente e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde. Institucionet jo bankare, si fondet e investimeve, kompanitë e sigurimeve dhe fondet e pensioneve të njohura ndryshe si banka hije, zotërojnë aktualisht asete me vlerë rreth 350% të prodhimit të brendshëm bruto të eurozonës. Megjithatë, ato gëzojnë rregulla më të lehta krahasuar me bankat, pasi nuk pranojnë depozita nga familjet. Është helbësore që politikbërësit të përshtaten rregulloret dhe mbikëqyrjen me këtë realitet të ri sfidues, tha Lagarde gjatë një fjalimi në Amsterdam. Ata nuk duhet ta bëjnë këtë duke ulur standardet për bankat, por duke i rritur ato për institucionet jo bankare, që kryejnë veprimtari të ngjashme ose që kanë lidhje të forta me sistemin bankar. Kjo ndihmon në adresimin e shqetësimeve që kanë bankat për konkurrencën e pabarabartë, shtoi ajo. Politikbërësit friksohen se në rast krize bankat qendrore do të detyrohen të ofrojnë mbështetje likuiditeti për institucionet jo bankare për shkak të lidhjeve të ngushta që ato kanë me bankat tradicionale. Nëse rreziqet fillojnë të grumbullohen jashtë sistemit bankar, përtej fushës aktuale të rregulatorëve dhe mbikëqyrësve, kompromiset që ishin të dukshme para vitit 2008 mund të rikthehen. Në atë rast, politika monetare do të mbetej de facto mjeti vetëm për të frenuar euforinë financiare, paralajmëroi Lagarde. Për këtë arsye, ajo tha se Evropa duhet të thjeshtojë rregulloret për bankat, pa i zbutur rregullat ekzistuese si dhe të forcojë kontrollin të institucioneve jo bankare. Bitcoin dhe ari po ngjiten në nivele rekord në vitin 2025 për shkak të luhatjes së valutave kryesore. Rënja e dollarit dhe pasigurit fiskale po i shtyn tregjet drejt aseteve të sigurta dhe të qëndrueshme.
Dobësimi i dollarit dhe çmimi rekord i Bitcoin kanë bërë që investitorët të kërkojnë asete të tjera për të mbrojtur nga rënja e monedhave në vitin 2025. Çmimi i Bitcoin arriti një rekord tjetër duke kaluar mbi $125.000 gjatë fundjavës. Ari gjithashtu po shkëlqen duke ju ofruar një rekordi të ri pranë $3.900 për oncë, ndërsa argjendi vazhdon rritjen. Kjo situatë po nxitet nga shqetësimet në rritje për deficitin fiskal dhe dyshimet e rinovuara mbi forcën e dollarit amerikan që ka humbur rreth 10% të vlerës këtë vit. Lëvizjet e fundit janë pjesa e asaj që tregtarët e quajnë tregtia kundër zhvlerësimit, sipas së cilës asetet e qëndrueshme do të performojnë më mirë se monedhat në një epokë të borxheve shtetërore në rritje dhe inflacionit të vazhdueshëm. Tregtia kundër zhvlerësimit u shfaq vonë vitin e kaluar dhe është përshpejtuar në muajt e fundit, sipas strategëve të bankave kryesore. Me rritjen e niveleve të borxhit global dhe me bankat qendrore që vazhdojnë të ulin normat e interesit pavarësisht inflacionit të pranishëm, shumë investitorë po rishikojnë besimin e tyre tek paratë për letre. Kjo ka rikthyer kërkesën për një stret tradicionale sigurie si ari, por edhe për alternativa si Bitcoin, i quajtur shpesh ari digital. Analistët e JP Morgan thonë se Bitcoin mund të jetë në vlerësuar deri në 40% krahasuar me arin, duke sugjeruar një potencial rritje deri në rreth $165.000 nëse tendencat aktuale vazhdojnë. Ndërsa ari mbetet stret preferuar për shumë investitorë konservator, pranimin e rritje e Bitcoin ka zgjeruar mundësitë për ruajtjen e vlerës. Të dyja pasuritë kanë përfituar nga ajo që disa analistë përshkruajnë si humbje besimi në menaxhimin e valutave, veçanërisht me deficitin amerikan që vazhdon të jetë shumë mbi mesataren historike. Rritja e shpejtë e Bitcoin në nivele rekord së bashku me përparimin e jashtëzakonshëm të arit tregon një dëshirë të thellë të investitorëve për pasuri të rralla në një epokë zgjerimi monetar. Vazhdimësia e kësaj tregtie kundër zhvlerësimit do të varet nga tendencat e inflacionit, disiplina fiskale dhe besimi i investitorëve tek bankat qendrore. Çmimet e naftës u shtrenjtuan pas vendimit të grupit OPEC për një rritje të moderuar të prodhimit në muajin nëntor. Megjithatë, disa analistë mbeten të shqetësuar se furnizimi pritet të tejkalojë kërkesën. Çmimet e naftës u rritën të hënën në mëngjes në Europë, pasi grupi OPEC Plus ra dakord vetëm për një rritje të moderuar të prodhimit mujor. Pas një takimi të mbajtur, Alianca njoftoi se do të rrisë prodhimin e naftës me 137.000 fuqi në ditë në muajin nëntor, i njëjti nivel që ishte njoftuar edhe për tetorin. Nafta pa përpunuar e Teksasit u zgjerua me 1.31%, duke arritur në $61.68 për fuqi, ndërsa Brent u rrit me 1.22% në $65.32 për fuqi. Megjithatë, çmimet mbeten ende në rënje krahasuar me javën e kaluar pas lajmeve për rritje të mundshme të prodhimit nga OPEC Plus. Gjatë 5 ditëve të fundit, nafta e pa përpunuar e Teksasit është shkurur me 2.79%, ndërsa Brent ka rënë me 3.9%. Lëvizjet vijnë pas një vale shtrenjtimesh të çmimeve më herët këtë vit, ku fuqit tregtoheshin mbi $80 për shkak të tensioneve midis Iranit, Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Konflikti ngjalli shqetësime se Irani mund të bllokonte lëvizjen e armijeve përmes ngushtisës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës në botë. OPEC Plus ka qenë duke shtuar gradualisht prodhimin këtë vit pas vendimeve për ulje në vitet 2023 dhe 2024, masa që fillimisht ishin parashikuar të hiqeshin deri në shtator 2026. Në një deklaratë, grupi u shpreh se vendimi për të rritur prodhimin u mor duke pasur parasysh një perspektivë të qëndrueshme ekonomike globale dhe bazat aktuale të shëndetshme të tregut, siç reflektohet në rezervat e ulta të naftës. Megjithatë, disa analistë, duke përfshirë edhe ata nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, mbeten të shqetësuar se furnizimi pritet të tejkalojë kërkesën, pjesërisht për shkak të prodhimit të lartë nga dy kontinentet amerikane. OPEC Plus përbëhet nga 12 vendet anëtare dhe 10 shtete jo anëtare, ku ndër partnerët kryesorë janë Arabia Saudite dhe Rusia. Sipas UNICEF, rreth 85 milion fëmijë në mbar botën nuk ndjekin në shkollën. Organizata kërkon investime urgjente në arsim dhe mbështetje për mësuesit, veçanërisht në zona të prekura nga konfliktet. Dita botërore e mësuesit e themeluar në vitin 1994 për të përkujtuar në shkrimin e rekomandimit për statusin e mësuesve hartuar në Paris më 5 tetor 1966. Sipas UNICEF, mësuesit janë në qendër të një arsimi cilësor, por sektori vazhdon të vuajë mungesën e investimeve dhe rënien e numrit të nxënësve. Në raporte në vitin 2024 nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët, vetëm 31% e vendeve kanë sisteme efektive për zhvillimin profesional të mësuesve, shumë më pak se objektivi për 64%. Në mbar botën, raporti thotë se numri i fëmijëve dhe të rinjve jashtë sistemit arsimor ka qëndruar rreth 265 milion për një dekadë.
por vlerësimet më të fundit tregojnë se në vitin 2023 ky numër u rrit në 272 milion. Sipas UNICEF, ndihma zyrtare për zhvillimin e arsimit do të ulet me 3.2 miliard dollar, një tkurrje për 24% krahasuar me vitin 2023. Kjo do të shkaktojë një rritje të numrit të fëmijëve jashtë shkollës në mbar botën nga 272 milion në 278 milion. Asnjë fëmijë nuk duhet të privohet nga e drejta për të mësuar dhe për të ndërtuar të ardhmen. Sigurimi i mësuesve të trajnuar dhe të motivuar nuk do të thotë vetëm ofrimi dijes, por edhe mbrojtje, shpresë dhe mundësi për jetën, than burime zyrtare të organizatës. UNICEF vlerëson se 234 milion fëmijëve u duhet mbështetje për të pasur qasje në arsim cilësor, një rritje prej 35 milion në 3 vitet e fundit. Nga këta 234 milion fëmijë, 85 milion nuk e ndjekin shkollën, 52% janë vajza, 17% janë refugjat ose persona të zhvendosur brenda vendit dhe mbi 20% janë fëmijë me aftësi të kufizuara. Situata në Gaza është veçanërisht e rëndë pasi deri në korrik 2025 rreth 1.466.000 fëmijë përballen me vështirësi për të pasur qasje në arsim. Deri në qershor 2025 janë prekur 588 ndërtesa, prej të cilave 533 në rripin e Gazës dhe 50 të tjera në bregun perëndimor. Shkencëtarët Mary Brunkow, Fred Ramsdell dhe Shimon Sakaguchi fituan çmimin Nobel për fiziologji ose mjekësi 2025 për zbulimet e tyre në lidhje me tolerancën imunitare periferike. Çmimi i këtij viti lidhet me mënyrën se si e mbajmë sistemin ton imunitar nën kontroll në mënyrë që të luftojmë të gjitha mikrobet dhe të shmangim sëmundjet autoimune. Fituesit për mjekësi zgjidhen nga Asambleja Nobel dhe marrin një çmim prej 1.2 milion dollar si edhe medalja ari nga mbreti i Suedis. Fituesit janë të vendosur në Shtetet e Bashkuara, pra 2 prej tyre dhe Sakaguchi në Japoni. Zbulimet e tyre kanë hedhur themelet për një fushë të re kërkimi dhe kanë nxitur zhvillimin e trajtimeve të reja, për shembull për kancerin dhe sëmundjet autoimune. Mirë, dhe me këtë lajm kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajmë këtu për të u ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.